Pamje spektakolare vijnë nga qyteti i Librazhdit mëngjesin e 2 janarit 2026, ku qyteti është zgjuar në një petkë të bardhë dëbore, duke sjellë një atmosferë magjike në ditët e para të vitit të ri. Bardhësia e dëborës ka veshur çatit, rrugicat, pemët dhe malesinë përreth, duke i dhënë Librazhdit një pamje kartoline të vërtetë. Qytetarët të vegjël e të mëdhenj kanë dalë në rrugë për të shijuar këtë dhuratë natyrore, e cila ndonse sjell vështirësi, përcjell gjithashtu emocion dhe gëzim. Fëmijët kanë mbushur lagjet me lojra dëbore, ndërsa shumë të rinj kanë nisur aventura drejt zonave të larta për të bërë fotografi dhe për të përjetuar nga afër këtë mrekulli dimërore. Bora ka përfshirë jo vetëm qytetin, por edhe zonat përreth, si Çuksin, Prenjasin dhe fshatrat të tjerë, duke sjellë ndërprerje të lehta në qarkullim, por pa pasoja serioze. Shërbimet e emergjencës janë në gatishmëri për të ndihmuar në pastrimin e rrugëve dhe mbajtjen e infrastrukturës funksionale. Për banorët e Librazhdit, kjo është një mënyrë e bukur për të nisur vitin 2026 me shpresë, qetësi dhe natyrën që flet me gjuhën e bardhësisë. Ndërkohë, ky fillim i bardhë është dhe një ftesë për vizitorët që duan të shijojnë një Librazhd të rrallë dhe të mbuluar me hiret e dimrit shqiptar.